Miqtë Prizmus. Ajo pyetje që unë bëj sot është si ka mundësi mas 35 vjetësh një pjesë shqiptarëve folklorik sigurisht, të çmendur politikisht dhe idiot të plot ideologjik, besojnë te njeriu i cili ka pikërisht 35 vite që ju thot të njëjtën gjë. Ju paraqet të njëjtin shikim, të njëjtën ftyrë vrastare dhe të njëjtën alternativë të tij. Si ka mundësi që mbas 35 vitesh të besojnë në antikomunizmin e njeriut më komunist që ka mbetur në historinë e pluralizmit shqiptar, që ka mbetur që nga viti 1968 si një nga antarët e Leverdis, njerëzve më pervers që ka prodhuar edhe regjimi komunist në Shqipëri. Antarët e Leverdis janë ata që s'kan asnjë lloj parimi, asnjë lloj morali, asnjë lloj kriteri. Kriteri besimi, armiqësi të plot, si me moralin, si me familjen, si me besimin, njerëz të një globalizmi të shturur, të sotëm sigurisht, dhe perversiteti, hajdutëria dhe mashtrimi të 10-15 viteve të fundit në diktaturë. Sali Berisha është përfaqësuesi numër 1 i një majtizmi të tillë, i cili në botë ka lidhje me sigurisht globalistët, ato që thyen, që tregohen agresiv, ata që sigurisht bëjnë parada gesh, por që bëjnë të fortin para testave ose nuk e di, para makinave të Elon Muskut. Njerëz të tillë, të shumë flamujve, njerëz të tillë të cilët e mbajnë veten për ndërtuesit e kapitalizmit duke shkatruar atë. Sali Berisha me teoritë e tij jo vetëm që nuk ktheu pronën ke pronarët dhe i quajti ish pronar, por Sali Berisha me alternativën e tij shkatroi të gjitha ato fabrika, uzina të cilat sigurisht do të ishin provë e kthimit të çmoralitetit ideologjik komunist ose të PPSH-s në moralitet të asaj që konsiderohet pastaj konvertimi një industrie, konvertimi një praktike kolektiviste në kapitalizëm dhe në pronë. Me urrëtitjen patologjike, ai jo vetëm që mashtroi rrau shtresën e sigurisht pronarëve, i quajti ish pronar, po dhe të persekutuarët, cilët i quajti ish persekutuar. Me perversitetin e jashtëzakonshëm një individi tillë, jo vetëm që gënjeu, edhe mashtroi, duke thënë që unë përfaqësoj të djathtën dhe duke pasur shumica aty edhe kanë edhe sot e kësaj dite origjinë bastarde të antarëve të Leverdisë dhe të shërbëtorëve të sigurimit të shtetit. Mbajti dosit e disa dhjetra drejtuesve të Partisë Demokratike, sot gjysma nuk jetojnë. Ajo gjysmë që ka tepruar po ashtu është, vazhdojnë të jenë tillë, që t'jo përplaste fytyrës e t'i përdorte në marrëzinë më të madhe të tij. Alternativa e këtyre majmunëve ka mbetur po Sali Berisha, njeriu që rrifte gazetar, opozit, komisioner në vitin 1996, duke dhënë fund zgjedhjeve normale në Shqipëri. Alternativa e tyre është Sali Berisha 1997-s, i Sudit Kadënës, i Vefës, i Fondacionit Populli dhe të gjithë maskareve të tjerë, të cilët sigurisht i shkonin mbrapa kapitalizmit dhe shfrytëzonin mendimet e përçartura, të shëmtuara, të gjymtuara mendsh të Sali Berishës, për t'u pasuruar në mënyrë më apostrofikisht perverse, për të quajtur vjedhjen një diçka të zakonshme, për ta mbartur atë nga komunizmi, nga 10 vjetet e fundit komunizmit, vjedh shkatron çdo ndërmarrje, për ta transformuar pastaj edhe në atë vjedh kap çdo lloj prone të privatit, në pikërisht demokracinë dhe pluralizmin e Sali Berishës. Perversiteti i opozitës të tillë dhe alternativës të tillë është sigurisht gërdeci, hedhja njerë, vrasja e njerëzve për marrëzinë më të madhe korruptive. Është 21 janari, vrasja për protestën. Janë vjedhjet 1,5 miliard në rrugën e Kombit dhe janë 1.001 zezat cilët i ka bërë këtë populli, i ka bërë kësaj shoqërie dhe vazhdojnë akoma ta ndjekin pas në mënyrën më idiote, në mënyrën më të shëmtuar të mundshme.
Dhe kjo mbetet alternativa. Alternativa që sigurisht pastaj përbën edhe atë që të gjithë mund të kuptojnë dhe mund të marrin me mend që s'ka asnjë shans për të ardhur. Por që sigurisht ajo garanton dhe siguron një parti që drejtohet nga nga një set satanike dhe që shëmton sigurisht për 35 vite rresht atë që ka mundësi shprese, e mbyt atë, e shkatron atë, e fryn, e largon larg, sa më larg që të mundu, dhe sigurisht përbën edhe shkatrimin përfundimtar, jo vetëm pluralizmit, po dhe demokracisë. Pyetja është si ka mundësi, si mundet tjetë edhe sot e kësaj dite alternativë politike, një shikim i tillë, një perversitet i tillë, një plaku i cili qëndrini i tij ka bërë keq këtij vend në mënyrë tragjike. Dhe sigurisht i ka mas vete shumë si puna e tij. Dhe tashmë nuk është më faji i tij, po faji i këtyre që e ndjekin dhe që sigurisht janë më keq se sa puna e tij. Janë më keq, akoma shumë më keq se sa vetë ai. Dakord, miqtë mi?